Ndryshe është të jetosh në një qytet dhe ndryshe është ta bësh vajtje ardhje çdo ditë, ka lodhjen e vet. Fole Rezidenci që një zgjidhje e shpejtë dhe e pranueshme për mua dhe sidomos për prindrit e mi. Dhe kur erdha që bëra të vizitën e parë kur e pash, më kujtua një kampus, një konvikt në Vjenë dhe thosha, wow, ka investime të tilla edhe në Shqipëri. Folea është një komunitet. Kur thua komoditet, cila është ajo gjë më konkrete që të vijë në mendje? Ndërthurja e të gjithë shërbimeve që ofrohen. Hej, përshëndetje, mirë se vini në episodin e dytë të Inside Fole, podcasti ku njohim njerëzit, energjit, gjithashtu dhe historitë e tyre të bukura, por të ndryshme. Sot kemi një episod pak më ndryshe, me dy perspektiva që përfaqësojnë dy etapa të ndryshme të jetës, por që bashkohen në një pikë të përbashkët, siç është ajo jetesa në rezidencën Fole. Me mua sot në studio, Arlisa Likaj, inxhinier gjeoinformatik, ka studiuar në fakt për inxhinieri gjeoinformatike, gazetar investigativ dhe aktivist mjedisor. Gjithashtu Leon Merhori, nëse e shqiptoj siç duhet, student i vitit të parë në stomatologji, i angazhuar në aktivitete rinore dhe komunitare. Dy histori të ndryshme në fakt, por të bashkuara në një realitet të përbashkët. Një rezidencë që po kthehet në një hapësirë për student, profesionist të lirë dhe njerëz që kërkojnë fokus, komunitet dhe një stil jetese moderne. Faleminderit shumë dhe mirë se erdhët të dy. Mirë se gjetëm. Do ta nisim direkt me një pyetje që edhe njerëzit që po na ndjekin t'ju njohin pak më shumë. Si do ta përshkruanit ju veten në vetëm 3 fjalë? Arlis? Faleminderit, jam shumë kënaqësi që jam këtu me ty. Kam ndjekur nga vlogjet e tua në TikTok, por që ke akoma dhe më bukur nga afër dhe në formatin e podcastit. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Veten do ta përshkruaj në 3 fjalë: kërkues, guximtar dhe një person që ka dëshirë të bëjë zëri të tjerëve, atyre që nuk ka një zë. Leon? Përshëndetje Paula, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi e veçantë. Është eksperjenca ime e parë në një podcast. Ta përshkruaj veten në 3 fjalë, do të ishin i përgjegjshëm, i komunikueshëm dhe kërkues ndaj vetes. Interesante. Në fakt, pyetja që doja të shtjelloja më tej është, Leon, duke ditur që ti vjen nga Kavaja. Çfarë të bëri në fakt që të lije Kavajën, të vije në Tiranë dhe pikërisht në rezidencën Fole? Në vërtet, fakt, një pyetje që më është bërë disa herë dhe nga miqtë e mi, pasi Kavaja është një afërsi rreth 40 kilometra nga Tirana dhe aksesohet shumë lehtë me makinë. Mirë po, ndryshe është të jetosh në një qytet dhe ndryshe është ta bësh vajtje ardhje çdo ditë, ka lodhjen e vet dhe Fole Rezidenci që një zgjidhje e shpejtë dhe e pranueshme për mua dhe sidomos për prindrit e mi, cilët panë dhe gjykuan në gjykimin e vet gjithmonë se do të ishte një zgjidhje mjaft e mirë për të përmbushur ato kërkesa që kishin dhe pretendonin për mua. Arlis, çfarë të solli ty në ambientin Fole, duke pasur një profil më profesional edhe më dinamik pune? Po, Folea mua nuk më duket thjesht një vend për të fjetur, por si një hub ku takoj njerëz ambicioz, student, energjia rinore, çdo gjë është e mirë organizuar, siguria dhe më jep atë qetësinë që un kam nevojë për mendjen time për zhbirluar ato të vërtetat e gazetarisë investigative. Kuptoj. Leon, ti studion për stomatologji. Po. Ishte kjo një zgjedhje rastësore, dëshire? Nga ato çka merrem në fakt, stomatologjia dhe angazhimi rinor dhe aktivitetet që merrem janë në plane të kista, pra nuk përputhen në asnjë dhe një lloj aspekti. Mirë po, stomatologjia ishte një zgjedhje në fakt e menduar mirë, që në vitin e tretë, domethënë që në fillimin e vitit të tretë, të ndihmosh njerëzit është diçka hynore. Duke e bërë atë dhe nga plani i aktivizimit, qoftë rinor, qoftë komunitar, duke ngritur zërin, sikur tha dhe Arlisi, për ata që nuk kanë zë ose që deri diku janë të ndrojtur, është diçka mjaft e mirë. Dhe ku më mirë mendova unë me dëshirën time të pasur, do ta quaja, se të ndërthureshin një shkencë e mjekësisë, siç është stomatologjia, e cila ka për synim krijimin e buzëqeshjeve fantastike, ashtu sikurse është e jotja. Faleminderit. Edhe gjithashtu planin rinor, pra të tequarit zërin
në komunitet dhe të adresuarit probleme nga më të ndryshme që lindin në përditshmërinë e jetesës. A ka qenë kjo në fakt edhe një lidhje duke menduar edhe tregun e punës, apo ka qenë veç kjo ana që ti kërkon të ndihmoshe dhe lidhur me atë që ti parafole? Pa diskutim. Edhe tregu punës, pasi besoj të gjithë mendojmë që në të ardhmen do të jemi profesionisht, ashtu sikur se është dhe Arlisi dhe do të përballemi me jetesën e vërtetë, reale, ku do duhet të paguajmë, do duhet të përballojmë shpenzimet, pasi jo gjithmonë do të jemi në luksin e prindërve, por gjithmonë duke marrë parasysh dhe tregun e punës, pa diskutim që kjo ishte një zgjedhje e menduar dhe në këtë lloj perspektive. Arlis, si ka ndikuar studimet dhe gazetaria në mënyrën se si organizon të jetën tënde të përditshme? Po, para se të përgjigjem pyetje, sa mirë që pas ka një stomatolog në Foles, se dentistin të gjithë kemi shumë pyetje, kështu që do na qetësosh nga kjo pjesë. Gazetaria është ajo që unë ditë bëj më mirë në jetë, është ajo që unë kam lindur, e kam pasion, dhe gazetaria që unë bërë sfiduese se është gazetari rurale, për problemet që jo të gjithë flasin, siç e dim Shqipëria e vërtet nis jashtë Tiranës, dhe shpeshherë këto probleme nuk dalin në sfond dhe të bësh një zë i atyre që nuk kanë dhe të sillesh në organet kompetente ose në institucionet lokale dhe ato qendrore të Tiranës është një sfidë, por kur ti sheh që duhet vetëm pak gjë që ai spitali me ato advokim që ti bën, ti vi një pajisje ose ajo nëna që vuan për ato produktet agro-ushqimore ose ai lumi që ndotet vetëm me një artikull dhe ti gjëra të marrin zgjidhje, ndihesh shumë mirë tek e fundit. E vërtet, në fakt. Përpara se të flasim pak më gjerë se si është ndërtuar dhe krijuar jeta juaj, a mund të ndalemi pak si e zbuluat ju rezidencën Fole? Do doja shumë që ta dija në fakt, sepse realisht më bën shumë përshtypje që aty ka përtej studentëve, ashtu si ajo është konceptuar si një rezidencë studentore, edhe shumica në qytete apo kudo në Shqipëri e njohin si një rezidencë studentore, dhe faktisht aty ka edhe profesionistë të lirë. Si e zbuluat ju? Po, mund përgjigjem unë? Patjetër. Unë në qershor të vitit kaluar, në 2025, u ktheva nga Spanja, nga Haini, ku po bëra një Erasmus, 6 muaj, domethënë një semestër për mbrojtje mjedisis, që jam duke bërë atë masterin shkencor. Dhe kur erdha në Tiranë, e kisha kontratën gati të punës, e rinovova me disa institucione të huaja këtu, dhe gjëja e fundit që duhet t'rregulloja ishte shtëpia. Këto gazeta Chelsea, gazeta tradicionale, kishin kaluar online, nuk po gjeja, takova 2-3 individ, njëra më tha për një çmim të fiksuar, pas disa ditësh më arriti çmimin, dhe tek e fundit pasi bëra shumë zbulime, pash në rrjetet sociale disa përshtypje se si studentë të tjerë kishin ndjekur këtë akomodimin rezidencën Fole, dhe kur erdha që bëra të vizitën e parë kur e pash, më kujtua një kampus, një konvikt në Vjenë, që kam qenë në 2021, kur çdo gjë ishte shumë i organizuar. Dhe thosha, wow, ka investime të tilla edhe në Shqipëri. Çdo gjë ishte shumë e thjeshtë, është shumë mirë që ndonjëherë të mos kesh marrëdhënie me individ, sepse informaliteti ose është shumë stres kur ti ke një marrëdhënie me individ, me një qiramarrës, ndërsa te Folia çdo gjë është shumë e lehtë, është organizuar, ke një kontratë, ke siguri, aty ke marketin, aty ke mencën, aty ke palestrën, që unë si kam shumë mirë marrëdhënie me palestrën. Këtu jemi njësoj. Po, dhe kjo ishte ajo se si unë e zbulova Folen, domethënë pas një research shumë të detajuar, arrita atë alternativa më e mirë dhe që atë ditë nuk e kam ndruar dhe them se do jem gjatë. Më vjen mirë, ti the që të kujtoj një rezidencë, një ambient në Vjenë në fakt. Vjena, Austria dhe Gjermania nuk kanë shumë ndryshime nga njëra tjetra, dhe ajo që doja të thoja ishte që rezidenca Fole është e inspiruar, po them nëse është fjala e duhur, nga një konvikt apo nga një ambient rezidencial.
Rezidencial. Okej, ndjes se jam shumë keq me këto shqiptimet, po kjo është të jem unë vetvetja dhe është inspiruar nga një ambient në Gjermani. Shumë bukur. Edhe më vjen mirë që ka njerëz që e kanë vënë re këtë në perspektivë europiane. Leon, po për ty si ka qenë kjo eksperiencë? Si e zbuluat? Nëpërmjet një shoku, i cili në fakt jetonte në Fole, edhe ai ka 2 vite, unë tashmë kam 1, dhe ai ma sugjeroi në fakt, si fillim, pastaj edhe nga videot reklamuese të Foles, të cilat na dilnin në Reels, cili është një specialiteti jote. Faleminderit shumë. Ku diskutoja në fakt dhe me shoqërinë e klasës, sidomos ato që kanë dhe pjesën e disa universiteteve afër, siç që ndodhen afër Foles, dhe to ishin diskutime, pra ku do të jetosh, Folea është e mirë, kemi parë këto facilitete që ka, diskutohet çmimi, diskuton, pra një bisedë konkrete për të gjetur zgjidhjen më të mirë dhe më ideale për sa i përket jetës studentore që do të na priste, e cila do ta pranojmë edhe vetë keni qenë. Është një eksperiencë e re, unike, dhe që shpresoj që çdo kush të ketë fatin ta provojë. Uroj shumë. Ju a keni jetuar ndonjëherë vetëm? Do me thënë është hera e parë që ju besoj për Arlisin jo, po do e lëm që të na e tregoj ai vetë, është hera e parë që jetoni vetëm apo? Jo, në fakt në Spanjë jetoja me 5 veta, ishin 3 kolumbian, dhe 1 meksikane dhe unë, dhe kishim vetëm një tualet. Dhe ishte pak sfiduese, gjithmonë ziheshim me njëri tjetrin, por ishte një perspektivë. Dhe kur erdha në Shqipëri thash dua diçka më luksoze, por jo ta ndaj me të tjerë, të kem vetëm atë qetësinë time. Dhe në Boston kur jetova gjithashtu e ndaja, dhe në qytet student më përpara gjithmonë e ndaja. Dhe tani që kam gjetur Folen, domethënë kam atë peace of mind, nuk e ndroj dhe them shqyr që ekzistojnë vende të tilla në Tiranë. Rehatin tënde, qetësinë tënde. Për ty, Leon? Për mua është hera e parë që jetoj vetëm. Nuk e kisha menduar që do të jetoja vetëm, të jemi sinqert, sepse qoftë nga kushërinj, cilët kanë studiuar më përpara, gjithmonë është ai koncepti që do të ndash një shtëpi me shok, do të filloj një jetë e re, dhe ky koncept i ri në fakt që solli Folea, pra të jetuarit vetëm në ato apartamentet e vogla po të ngrohta, ishte diçka unike. Them drejtën, nuk e mendoja tu përshtasja mirë, pasi jam tip shumë i shoqërueshëm dhe kam nevojë të komunikoj shpesh me njerëz, mirë po do t'i që përshtata mirë. A e ke gjetur këtë ambientin aty të shoqërisë, duke qenë se ti vetë përmende që e kam pak të vështirë, do me thënë, mos kesh komunikim me njerëzit. Pikërisht. Çuditërisht po, sepse nga universiteti ku unë studioj në fakt nuk ka shumë student cilët jetojnë në rezidencën Fole për shkak të largësisë, mirë po ka njerëz të mirë, të cilët edhe unë e kam parë Leonin në market ose kështu, po nuk e flisja, e kam komshi, tani do t'i flas që këtë e tutje, ke dhe një shok më shumë në atë bucket list. Një shok më shumë dhe një shok më shumë. Podcasti na lidhi edhe një miqësi përtej një momenti si ky sot. Arlis shpesh Fole perceptohet si një rezident studentore, si që unë edhe para përmenda, sipas teje pse mund të jetë perfekte edhe për profesionistët e lirë edhe për apo freelancerat rezidenca? Po, mund të jetë perfekte sepse Folea është një komunitet dhe ka të gjithë backgroundeve, të nacionaliteteve, të prejardhjeve dhe të profesioneve të ndryshme. Dhe ajo që ne kemi nevojë si profesionist freelance ose të pavarur ta themi në shqip, që punojmë është që kur duam një projekt, duam atë kohën ton ku duam të socializojmë, kohën ton ku duam të jemi të qetë, dhe kohën ton për shembull që mos vit na kërkon njëri shirante dera ose të bëhet zhurmë ose ajo komshia, por që vërtet, më thënë, ka rregulla, është komunitet dhe në komunitet rregullat zbatohen dhe kjo është pjesa që dhe target grupi mosha ime, domethënë që është tek të 30-tat e herta, se Bashkimi Evropian në ligjin, domethënë e konsideron një të ri deri në moshën 35, unë jam 31, kështu që kam akoma sa shkoj atje.
Dhe më thënë i bëj thirrje që edhe profesionistët e tjerë, sepse në Tiranë është shumë vështirë të gjesh një ambient për të jetuar, por kjo ka komoditetin që ke, domethënë vetë, po themi shprehje popullore, vet ali, vet ka, domethënë di vet kur dëshiron të lajsh, kur dëshiron të ashtu dhe çdo gjë pas orës 11 është qetësi, respektohen, ka të sallën, Wi-Fi falas, të gjitha facilitetet në atë paketën që bën dhe për mua është pjesa e komunitetit që profesionistët e gjejnë veten. Sa ndikojnë këto facilitetet që ti Arlis i përmende direkt në produktivitetin apo gjendjen tonë emocionale? Ndikojnë shumë sepse ku kam jetuar më përpara në të tjera shtëpi me qera ose dhoma me qera, interneti një muaj ka qenë më shumë, një muaj ka qenë më pak, kur nuk e përdorte dikush, domethënë dhe nuk ishte drejtësi, duhet ta bëje thjesht me negocim me personin që ndonjëherë nuk të mirë kuptonte, ndërsa në Fole ti ke të gjitha një paketë, i paguan një herë dhe nuk ke këto streset që sa do vi këtë muaj, sa do ashtu këtë muaj, dhe kjo është gjëja perfekte që ne si profesionist na ndihmon. Amerikanë thonë një shprehje që fail to prepare, të dështosh të përgatisesh apo të përgatitesh për të dështuar. Ne gjithmonë ne planifikojmë këtë pjesë. Për ty Leon? Sikur që tha dhe Arlisi, rregullat e bëjnë më të thjeshtë jetesën në këto komunitet. Në fakt, them të drejtën, tregohemi sinqert, ndonjëherë ne trit kemi atë dëshirën t'i thyem pak rregullat. Por kur e mendon nga aspekti tjetër, pra kur e mendon nga aspekti profesioniste, duhet t'i respektojmë për shkak se jetesa në komunitet këtë ka rregulla duke respektuar të gjithë, pasi është një shprehje e vjetër, e cila thotë e drejta jote mbaron aty ku fillon e drejta ime. Kështu që janë këto rregulla pra që bëjnë atë mbarvajtjen e të gjithë komunitetit dhe normalisht që ndikon dhe në gjendjen emocionale. Ta thash, në fillim, duke qenë dhe tip shumë i shoqërueshëm, jetesa vetëm, këto rregulla ndonjëherë janë pak një step back për mua, por me kalimin e kohës, duke parë dhe rutinën e ngarkuar si student, e pastaj si profesionist që patjetër është, kupton dhe hallet e tjetrit, kupton dhe të gjitha të përditshmërinë dhe thua, okay, këto rregullat i takojnë të jenë sepse gjithë secili kërkon qetësinë e vet për cilën ka ardhur të jetoj dhe në fundit ditës paguam për të. Është shumë e vërtetë. Gjithashtu dhe rregullat janë bërë për të thyer, për sa Edhe ne si shqiptar që jemi, e kemi shumë të vështirë kur na tregohet një rregullore dhe themi kjo është rregulloria dhe ne jemi aty, pse kjo quhet rregull? E kemi shumë të vështirë të jetojmë brenda kornizave. Në fakt në komunitet është shumë e rëndësishme llogaridhënia. Për shembull, në rast se dikush bën një parti, unë e mirë kuptoj dhe unë do i bashkohem, por në rast se dikush për shembull hedh mbeturinat në shkallë ose kështu çdo ditë, ajo është shumë dhe sigurisht që Folea merr masa dhe e ndërshkon atë gjë, e bën të jetë përgjegjës sepse dhe është edukon, e vlen. Kështu që janë kafije të holla limitesh kur ti te kalon dhe është e tolerueshme, por dhe kur je brenda këtyre gjërave. Janë dhe rregulla që deri diku krijojnë atë fqinësinë e mirë, pra hapin rrugën për të krijuar një komunitet i cili respekton njëri tjetrin, pasi nëse njëri thyen rregullin e plerave, tjetri thyen rregullin e muzikës, edhe të orareve apo ku di unë, pra krijohet pastaj një çoroditje e gjithë gjës, kështu që ndonjëherë janë këto rregulla që nuk kuptohen në fillim, por në të vërtetë kanë atë plus që diçka një histori që më kujtua tani dhe shumë e lezetshme për ta ndarë dhe është e vërtetë, nuk është se po e them për bërë lavde. Unë jetoj në katin e 8 në Fole dhe kam shumë bukur pamjen e dhomës, se shoh avionët kur ngrihen nga rinasi dhe më pëlqen shumë ajo pamje, se besoj që e gjej vend tjetër në Tiranë. Dhe një ditë në ashensorin tim u futën 6 persona. Unë për vete flas 5 gjuhë të huaja dhe e nisa me spanjisht, hola, e nisa me brazilisht, me gjuhë portugeze, italisht, më thënë kishte kaq shumë të huaj. Deri në katë 8 dhe në fund fare më doli shqiptar, kështu që është diversitet dhe mua më pëlqen shumë kjo gjëja që është në Fole. Është shumë e vërtet edhe ka shumë frymë europiane, ndryshe nga ambientet e tjera që ne mund të rastisim apo të hasim në rrugëve të qytetit apo në ambiente të tjera të qytetit. Do kalojmë pak në një pjesë tjetër ku do flasim më tepër për ju, do flasim pak për studimin, punën, disiplina personale, pse Arlise tunde kokën. Është pjesa ime e preferuar. Është pjesa jote e preferuar.
çfarë mund të më thuash ti pak a shumë në përgjithësi për jetën tënde? Ti ke një background shumë të gjerë edhe shumë të rëndësishëm për shoqërinë tonë shqiptare, vlen për t'u theksuar kjo, për më tepër për të gjitha kauzat që ti ndjek. Ne jemi student, ne marrim frymëzim nga ti, duke qenë si një profesionist dhe për më tepër për të gjitha gjërat që ndihmon në komunitetin dhe në jetën tonë këtu në Shqipëri. Unë momentalisht drejtoj një nisëm që quhet Nisma Mbrolu me shkumbi nga ndotjet, Librasht. Është jemi aktiv dhe në Facebook dhe i bëj të gjithë të rinjve thirrje që jetojnë në Folet e qarkut Elbasan ta ndjekin të nisëm. Pasi kohët e fundit Shkumbini është në gjendjen e tij më të mirë, korridori 8 ka sjell devirimin e lumit, shumë shatra po ndajnë në dysh, kemi erozione, domethënë gjithçka nga ndotja dhe nga papërgjegjësia e njerëzit. Dhe në këtë nisëm që unë drejtoj, bëj aktivizime, bëj video, bëj intervista, bëj investigime dhe shumë të rinj të cilët nuk tranzitojnë direkt në tregun e punës, për shembull inxhinier mjedisi aktivizohen te kjo nisma ime dhe ndihen shumë mirë kur fitojnë një uri se si bëhet një analizë, një matje uji, kur unë i ofroj atyre toolsat që i marrin nga universitetet e tjera falas dhe burimet për të analizuar dhe për ta bërë atë mbrojtjen e mjedisit në praktik. Dhe ata më falenderojnë, por dhe unë ndihemi kompletuar sepse gjëja më e mirë që mund të bëjmë në këtë jetë, ne si profesionistë që kemi pasion, është ta shpërndajmë ose ta kalojmë tek dikush tjetër. Dhe në këtë mënyrë, ne jo vetëm që mbrojmë mjedisin, por jemi edhe në paqe me veten tonë, sepse nga mjedisi vim, nga natyra vim dhe nga natyra shkojmë. Do me thënë, ndërthurja e profesioneve të mia, inxhinieria që shumë është shkencë eksakte dhe gazetaria që kërkon ato pset, unë e quaj një trend të kohës për të mbijetuar dhe për të qenë ndryshe në këtë treg që është kaq mainstream. Dhe kjo nisma që unë kam më plotson dhe aktivizmi më bën që të jem gjithmonë pranë komuniteteve rurale dhe të rinjve që nuk e kanë një mundësi siç mund ta kenë të rinj në Tiranë dhe më gjerë. Më vjen realisht shumë mirë që ka njerëz si ti Arlis. Ajo do pyesja, sa sfiduese ka qenë kjo për ty? Ka qenë shumë sfiduese. Për shembull, ne bërëm një video se si me dronë se e dokumentuam dhe e publikuam në nisëm se si lumi është devijuar. Dhe kjo video mori diku te 1 milion shikime në YouTube, dhe se algoritmin e Facebookut e dim që mund shkojnë dhe më shumë se shpërndahen. Dhe pas asaj video mora kërcënime nga biznese, nga persona, ndërkohë që unë po bëj vetëm punën time, ata më quajnë si troublemaker, ndërsa unë e shoh si dikush që dëshiron të bëjë gjërat në mënyrën e duhur, siç duhet të funksionojnë. Por mendoj që pikërisht brezi joni të rinjve dhe profesionistëve janë ai brez që po sjellin ndryshimin pak e nga pak në këtë vend dhe të bëjmë që të rinjtë të mos largohen nga vendi i tyre, por të gjejnë një fole si në profesion ashtu edhe në akomodim. Sa natyrshëm që të erdhi kjo. Leon, si po e përjeton ti vitin e parë të stomatologjisë? Çuditshëm. Çuditshëm. Çfarë e bën të çuditshme? Po përshtatja si fillim për të kuptuar një herë se nuk ndodhesh më në gjimnaz, ndryshon metodologjia, ndryshon rrethi shoqëror, ndryshon jetesa, pra tashmë ti je një person i përgjegjshëm për çdo veprim tëndin, du të mendosh nga aja tek zhëja për veten, pra si do organizosh ditën, menaxhimi i kohës e të gjitha me radhë. Pra janë këto gjëra që ndikojnë në këtë ndryshim të ri, në këtë fazë të re, në etapë të re të jetës që na pret përpara jetës studentore. A ishte siç e prisje, pati sfida ky vit i parë se tani gja jemi në përfundim edhe na pret sezoni. Pati goxha sfida, ta thash ngarkesa, është dhe ngarkesa e viteve të para në çdo deg që ti ndjek, deg të ndryshme, shoqëria ime gjimnazet ka vazhduar deg nga më të ndryshme, diversitet i gjerë degësh, dhe të gjithë thonë të njëjtën gjë. Pra ngarkesa e vitit të parë, e cila më pas me kalimin e kohës ti mësohesh, por edhe profilizohesh. Kështu domethënë janë vështirësi që do të kalohen, por si në fillim ke atë impaktin e parë. Je ti një nga ata studentët që kalon një vit edhe pastaj thua nuk e gjeta veten te kjo deg dhe dua ta ndryshoj. Mendoja se do t'isha shumë dhe i parapërgatisja prindit e mi në disa biseda që ndoshta edhe mund të ndroj deg, por ditë them se më pëlqen.
më pëlqen edhe kam krijuar një lloj afrimiteti me këtë degën e stomatologjisë që e mendoja në fakt të vështirë të krijoja, duke marrë parasysh dhe tipin tim, cilët gjithmonë më sugjeroi që të vazhdoja shkenca politike apo të vazhdoja juridik, degë të tilla të cilat kanë bëjnë me advokimin, me ato çka unë u merja deri më tani dhe ato profil që unë kam krijuar në vendlindje dhe kudo që më njohin. Dhe ky profil i ri i stomatologut që po më pret është i çuditshëm për njerëzit që takoj për herë të parë, është një impakt cilën nuk e presin, mirë po me sa duket, do të jemi pari dhe mezi pres. Leon, ti punon aktualisht si një student që je? Nuk punoj në kohë të plot, punoj part-time, punoj tek biznesi familjes tim. Familja ime, baba im bashkë me vëllezërit e tij ka një restoran ku unë dhe kushërinjtë e mi që nga mosha ndoshta 10 vjeç ndihmojmë, qoftë në moshën e vogël, qoftë duke fshirë një piru, qoftë duke fshirë dhe një gotë, edhe sot në këtë moshë, cilat ndonjëherë dhe menaxhojmë situatën e restorantit apo të njerëzve që presim, klientëve kështu me radhë. Gjithashtu ndihmoj gjyshrit e mi, ato kanë një furrë buke, pra punë nga më të ndryshmet. Ti i quhesh që je në punë, se ndonjëherë ne shqiptarët e kemi pak të tendencën që kur punojmë në familje, ndihmojmë në familje, në rrethin shoqëror, nuk na duket si kur punojmë. Ne duhet patjetër që të shkojmë diku në një vend të huaj apo te një njerëz që nuk e njohim që të quhemi që jemi në punë. Po edhe këto janë punë, edhe janë punë që duhet të vlerësohen dhe të duken më shumë sepse jemi në familje dhe ndihmojmë familjen tonë, rrisim familjen tonë. Kështu që je gjanë në një punë, mos e merr sikur. Sigurisht. Edhe na mësojnë fakt, na mësojnë për vlerën e punës së ndershme. Edhe familjare. Pa diskutim. Edhe trashëgimin do thoja unë, nga një brez te një brez tjetër. Sidomos me shembullin që po krijohet sot ku ndonjëherë puna e ndershme dhe ajo e drejta ndonjëherë devijohet dhe është mendoj një shembull i mirë, po mundohem ta ndjek, ta thash, është një punë part-time. Fundjavave ndodh që kur kam një ngarkesë në mësime nuk shkoj. Por mundohem të shkoj aq sa më jepet mundësia, por gjatë verave e pa diskutueshme që do të jemi aty në dispozicion. Mendoj që Leoni dhe familja komplementojnë njëra tjetrën sepse ai tha që në fillim që më mbështet familja me studimet, kështu që kjo lloj gjëje indirekte e mbështet dhe ata. Sa mirë që i kemi familjet që na ndihmojnë edhe janë si ata të përkushtuar te ne, po edhe ne të përkushtuar te ata. Dhe ata kur e dim që ne jemi në një fole të sigurt në Tiranë, e kanë atë mendjen e tjetër të sigurt. Patjetër, as nuk diskutohet. Si e menaxhoni balancën me studimeve, punës dhe jetës sociale në një qytet të ri si Tirana, qyteti më i zhurmshëm, kaotik, i bukur njëkohësisht, i madh duke ardhur nga qytete më të vogla. Arlis? Tani son si më i ri unë në këtë. Si fillim, kur ti vjen në Tiranë, unë që erdha tek Foleza, më pëlqen, është hera e parë ndjes që të ndërpres, është hera e parë që dëgjoj një rezident aty në Fole që e thot Foleza, sepse unë personalisht nuk e di, e them gjithmonë Foleza ime, si ajo dallëndysha që kthehet te Foleza e vet, edhe më pëlqen realisht shumë që ta edhe e vlerësoj që edhe ti e mërton me një emër të tillë. Kjo jetesë e re, pra menaxhimi i jetës sociale, tashmë të re, ndryrimi në një shoqërie, pas çka se duhet them se kam akoma vazhdoj dhe sot ruaj shoqëritë e gjimnazit, i kemi si një kujtim në zemër, të them sinqerisht. Takojmë shpesh herë, ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin, po nga ana tjetër jetesa e re, e cila sikurse sot, ne u njohëm, pra zgjerimi i këtij networku, zgjerimi i kësaj rrjete të re miqësie që na pret në një qytet të ri, kjo është gjë më pozitive, do të thoja unë. Në vetvete, podcasti që po bëjmë dhe sot, përveç se ne shprehim ndjesitë tona, jetesën e re që kemi, gjithashtu është dhe një vend fantastik për të njohur njerëz të ri, e cila besoj unë do të jetë thelbi i çdo gjë iniciative të re që ne marrim. Pra njohja e njerëzve të ri dhe
zgjerimi i këtij rrjeti shoqëror. Është shumë e vërtetë sepse sa më shumë njerëz të rinj të njohim, aq më shumë edhe ai backgroundi, mendimet tona zgjerohen edhe kupton që sa e madhe është bota dhe sa shumë gjëra akoma kemi pa zbuluar dhe sa mirë është të njohim njerëz të rinj sepse mëson shumë prej tyre. Arlis, po për ty si ka qenë kjo balanca mes punës, jetës së qytetit të Tiranës? Unë te kjo pyetja që po më bëni, nuk dua të thash asgjë më shumë Mos më drejto, mos më drejto bëni. Këtu jemi në një ambient shumë të thjeshtë, jemi miq. Nuk dua të shtoj asgjë më shumë sepse është e njëjta situatë e përngjashme siç e tha dhe Leoni, por dua të them që është e vërtetë që është më mirë të kemi miq se sa një çiftlik, është një shprehje urtë shqiptare, është më mirë të kesh një mik se sa një çiftlik. Edhe ky network është shumë i rëndësishëm. Dhe unë tani do filloj ta shoh pas këtij podcasti edhe me një sy më detajist jetesën time fole për të krijuar atë networkun tim. Kudo, për shembull, kam një dhimbje dhëmbje ose si mund të zbar dhëmbët në mënyrë natyrale, mund të marr disa këshilla falas. Aty jemi të Në gjithë. klinikë fole dhe kemi shërbime të Do bësh discount. Patjetër. Okej, po e mbajmë shënim këtë Leon nga ti. Duke i lënë pakës fare shakat më njanë, Arlis dhe Leon, unë dua që tani t'ju komunikoj edhe juve, po edhe audiencës të cilët po na ndjekin tani, paketat që do të lançohen së shpejti për profesionistët e lirë në rezidencën Fole. Dua gjithashtu edhe një këndvështrim të parë nga Arlis dhe një nga Leon si profesionistë të arshëm. Pra, paketa përfshin energji, gjithashtu ujë, transport, internet, administrim të rezidencës falas me recepcion të dedikuar 24/7, palestër, një post parkimi të dedikuar, 4 shërbime lavanderie në muaj, 4 pastrime apartamenti në muaj, minus 10% ulje në bar restoranti në Fole, akses në ambientin lounge të Elite Lounge, kemi gjithashtu sallë studimi, bibliotek falas, gjithashtu edhe shtroja dhe aksesor të dhomës së gjumit, si dhe akses nga parkimi përmes Face ID-s për një eksperiencë të plot profesionistësh. Si ju duket kjo paket? Është në fakt ekskluzive që po e japim paketën. Kjo është një paketë shumë e mirë, por unë jam i kënaqur me atë që kam. Kështu që domethënë sepse i kam të gjitha dhe zakonisht më pëlqen të administratoj vetë pjesën time. E kam mami nga Korça dhe më pëlqen të pastroj të ashtu vetë. Kështu që mendoj që është paketë fantastike, sigurisht për ata që dosta nuk bën 1-2 gjëra ose nuk jam mësuar që të kemi gjërat gati, më pëlqen që ti bëj vetë. Duke pasur Leon të gjitha këto facilitetet që edhe unë përmenda më përpar, si shikon ti si një profesionist i arshëm në stomatologji? Patjetër, to janë facilitetet që ndihmojnë shumë. Duke parë dhe perspektivën e një stomatologu të arshëm me financa më vete dhe çdo gjë, pra jo i varur nga prindrit, do ta konsideroja shumë si paketë dhe si mundësi pjesën e qëndrimit në Fole në atë periudhë. E di për çfarë po pyes më shumë, sepse duke qenë si një profesionist i lirë, mendoj që koha është gjithmonë edhe më e limituar. Ti je fokusuar te puna, tek ato qëllimet e tua, dhe për shembull ajo ideja e larjes lavanderisë, për shembull, apo pjesës pastrimit të dhomës 4 herë në muaj, që matematikisht i bie pothuajse një herë në javë, që është gjë që goxha në interes të profesionistëve. Mendoj, prandaj edhe unë e përmenda pak më. Pa diskutim. Thjesht është një perspektivë e largët, pra gati 5-6 vjeçare dhe prioritetet ndryshojnë, jetesa ndryshon, mjedisi ndryshon dhe jeta është e papritur. Patjetër, as nuk diskutohet. Pa diskutim, facilitetet që ofrohen janë një plus i madh i kësaj rezidence, pra që e bën të ndahet kjo rezidencë nga të tjerat. Ti si një aktivist që je, a e frekuenton shpesh bibliotekën, aty gjen libra nga fusha nga më të ndryshmet, edhe nuk e di pse më erdhi momentalisht që të pyesja për këtë, duke qenë se e lidh shumë fushën që ti je edhe të gjitha këto shkollën që ti ke bër apo eksperiencat e ndryshme që ke pasur jashtë shtetit, e lidh direkt me librat, me të mësuarit më shumë, me të kuptuarit më shumë këtë botën.
Po, e përdor shpesh bibliotekën dhe thënë të vërtetën që gjitha librat që janë aty i kam lexuar. Vërtet. Madje po mendoj që kam disa libra në atë arkivën time të vjetër që mund të sjell ta pasuroj. Dhe më pëlqen gjithashtu dhe kur biblioteka zhvillohet ose bëhet si një qendër aktivitetesh, siç ishte para disa muajsh një aktivitet për inteligjencën artificiale me disa ekspert mentor nga Amerika dhe ishte një gjë shumë e bukur që i ndihmoi shumë studentë dhe mua më bëri të reflektoj gjëra që si kisha dëgjuar. Më vjen shumë mirë, Arlis, që ke qenë në këto aktivitete që shpesh Foleja zhvillon për më tepër për të angazhuar jo vetëm studentët, por edhe profesionistët e lirë, gjë që kjo ndodh shumë rrallë kur ti jeton në apartamente të pavarura apo në rezidenca të tjera që janë më tepër familjare apo të thjeshta, sesa një rezidencë e fokusuar më shumë tek pjesa studentore apo tek pjesa e profesionistëve të lirë. Po për ty, Leon, si është? Si ke marrëdhëniet me librat? Them të drejtën, librat e bibliotekës nuk i kam lexuar se kam boll libra vetë në këto 2-3 vitet e para, por me perspektivë ndoshta në të ardhmen do t'i lexoj. Sa në studimin dhe bibliotekën, më shumë i përdor në ato raste që kam mundësinë t'i përdor, për të shkuar dhe për të studiuar, megjithëse ndonjëherë lëndët e mjekësisë, duke qenë se janë dhe shumë teorike, kërkojnë ndonjëherë që dalësh edhe para pasyrësh në dhomën tënde dhe të praktikosh me vete se si do t'i përgjigjesh pedagogut. Kështu që është një ndërthurje, por në rastet që kam për të hedhur shënimet apo në raste ku dua edhe të kaloj një moment me njerëz dhe jo të jem vetëm në dhomë, patjetër që salla e studimit dhe sidomos biblioteka është një zgjedhje ideale. Po për ty, Paula, cila është hapësira e preferuar Fole? Më pëlqen shumë kjo pyetje që më bëre. Nuk e di nëse e keni vënë re aty te rezidenca që është salla e studimit ngjitur edhe me bibliotekën, me librarin. Ambienti im i preferuar realisht është ajo salla e studimit, ajo aty më duket sikur është kthyer në një studio time të dizajnit, ku unë aty shkoj, bëj ato skicat e mia, bëj maketet e mia të interiorit. Realisht nëse do më shikoni në storyt e mia në Instagram, unë jam gjithkohës duke postuar tek i njëjti ambient, a thua se unë jetoj aty, domethënë, edhe nuk jetoj në dhomën apo në folezën time. Është e gjitha liria dhe mundësia dhe hapësira shumë e madhe për të krijuar, duke qenë se ne aty punojmë vizore të gjata, metër, përdorim mjete arkitektonike, arkitekture, nëse është fjala më e saktë, me ngjica, me atak, me somafix, edhe aty kemi të gjithë lirin pa pasur atë stresin, nëse mund të prishim diçka tek dhoma, të ngjisim pak tavolinën, aty e kemi lirin të plot. Edhe në mbaron keni kancelarin aty i blini me çmime shumë të mira studentore. Patjetër, edhe kjo është goxha vlen për të theksuar, sidomos për ne studentët. Nuk është ajo nevoja që të dalim ndonjëherë nga rezidenca për të shkuar edhe për të gjetur një ambient për të furnizuar me gjërat që ne kemi nevojë. Pjesa ime preferuar, se harrova ta thësh më rëndësishme kjo, është edhe pjesa e mencës, e kuzhinës, dhe e vlerësoj shumë sepse ato zonjat aty t'japin atë buzëqeshjen dhe i bën ato ushqime si nga duart e mamit. Por për unë që kam edhe pak probleme, por që kam rregulluar gojën së fundmi dhe kam implante dentale, kam poshtë dhe lartë, dhe më ka shuar shumë shtrenjtë goja dhe them gjithmonë që mos më jepni gjëra me të forta ose kocka dhe ato janë shumë. Janë shumë. Edhe pak do kishim Leonin aty. Janë shumë piki për atë mirë kuptimin tim. Unë i vlerësoj shumë dhomën se nuk dua t'i jap lek shumë dentistëve. I bëj ato lekë gjë tjetër. Ne po manifestojmë një klinik dentare për Leonin aty, Leon. Do ta rikujtojmë mbas disa vitesh. Leon, ti gjithashtu ke përmendur që ke qenë aktiv ose je ende në UNICEF, apo jo? Po. Si ka nisur ky rrugtim? Një rrugtim i gjatë, do të them drejtën. Ky rrugtim nis që nga klasa e 7, duke aktivizuar me Parlamentin e Nxënësve të Shqipërisë për 2 vite, përfaqësova shkollat nënvjeçare të qytetit tim, të lindjes. Më pas themelimin e Këshillit Vendor i të qytetit në vitin e parë të gjimnazit, edhe ajo një arritje e shtuar gjithmonë për sa i përket advokimit të drejtave të rinisë, ngritjes së zërit për probleme dhe gjëra që na shqetësojnë dhe qershia mbi tort, e cila u deshën këto eksperiencat nga më përpara, pra edhe drejtimi i qeverive të nxënësve,
cilat solli dhe angazhimin tim pjesëmarrje në bordin e adoleshentëve, bord këshillimor të adoleshentëve në UNICEF, qershi ambitor do thoja unë, sepse UNICEF është një brand, është një organizat, diçka që përfshin jo vetëm mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por një urë kalimi drejt kombeve të bashkuara, një urë kalimi e Shqipërisë. UNICEF ka qenë aty për luftën ndaj popullit Kosovës, e cila ishte në ndihmë të parë të gjithë familjeve që u strehuan në të gjithë Shqipërinë, të vëllezërve dhe motrave tonë nga Kosova. Ka qenë aty për të angazhuar të rinj, sikurse unë, në themelimin e bordit, për të advokuar të drejtat e rinisë, të drejtat e fëmijëve, një hapësirë, një dritare për të themeluar dhe strategji, një eksperiencë kjo komplet e re, duhet thënë, strategji të cilat ndikojnë jetën jo më timen, pasi tashmë ne kalojmë në fazën e rinisë, në fazën e të rriturve, por të motrës sime, të kushërinjve të mi më të vegjël, qoftë dhe nga programet që UNICEF-i ndihmon, programet passhkollore, apo ato strategji që ndërthuren për një jetesë sa më të mirë dhe sa më të sigurt ndaj fëmijëve. Janë të gjitha këto pra që më bëjnë të jem krenar për sa i përket këtyre arritjeve, pasi kërkojnë punë, kërkojnë kohë, kërkojnë dedikim, por në të vërtetë kanë rezultat, gjë që është ajo që më mbush zemrën. Më vjen shumë mirë që gjen këtë motivimin. Keni karrierë në parlament. Faleminderit. Kjo që në fakt ju lidh të dyve që merreni me aktivitete qoftë ambientaliste, qoftë për rinin, për shoqërinë, për Shqipërinë tonë. Po, unë jam gjithashtu pjesë e një grupi këshillimor për krimin mjedisor nga OSBE-ja këtu në Shqipëri. Dhe shpesh do më marrim ose sugjerojmë politika që parlamenti duhet të i ratifikojë dhe të vijnë do më thënë konkretisht implementojmë dhe të zbatojmë. Gjithashtu punoj edhe me disa programe të Departamentit Amerikan të Shtetit, si IREX dhe fondacione të ndryshme. Dhe të gjitha këto i bëj atje ku më shanë zemra, në rininë rurale, në prapasken, ku nuk duken tek nismat për t'i dhënë gjithmonë zë të tjerëve. Ndonjëherë nuk është e nevojshme që duhet të dukesh patjetër, është më pak e rëndësishme se sa ajo që ti bën. Po. Nuk është nevoja të bësh ndonjëra të bujën e madhe, kur thjesht veprimet e tua flasin vetë. Më pëlqen shumë dhe kjo Arlisi në fakt për rinin rurale, siç e përshkruaj, por edhe rinin e rretheve të qyteteve, pasi të qyteteve të ndryshme larg Tiranës, pasi ndonjëherë janë dhe disa politika, qoftë dhe nga numri i popullatës në fakt, që është shumë i përqendruar edhe në Tiranë në krahasim me rrethe apo qarqe të tjera. Dhe kjo gjithmonë ka qenë dhe një luftë në thonjza e imja dhe e bashkëmoshatarëve të mi, të cilët ndodhemi në këto borde, në këto parlamente, gjithmonë me thirrje ndaj ministrive, ndaj qeverisë që këto gjëra, këto thirrje, këto mundësi të zgjerohen për të gjithë të rinin në të gjithë Shqipërinë, pasi me të vërtetë ndonjëherë çuditën në për takime që shkojmë kur mendojnë se ka element të tillë në vende në Shqipëri nga sta merrmendja, sepse asnjëherë nuk duhet gjykohesh nga prerardhja, por për nga aftësitë që ke dhe për nga atë çka ti shpreh, dhe sidomos për vullnetin e mirë që ti ke për të bërë, sikur të the Paula, Shqipërinë tonë. Për shembull, ne kemi bërë një projekt me vullnetarët amerikanë të Korpusit Paqes, më shumë jemi në pjesën e stomatologjisë. Kemi 200 fëmijë të shtresave rome egjiptiane. Kemi mundësuar vizita falas tek dentistët në qytete si Gramshi, Librazhdi, Prenjasi, Elbasani dhe shumë e lumtur që dëgjoj këtë. Një pjesë për tyre morën dhe kite dentale, falas. Dhe nuk është se kemi bërë, do me thënë kështu gjë në për media ose kështu, jemi gjithmonë në ato që i bëjmë edhe nuk reklamojmë. Ndërsa tek faqja e nisma për mbrojtjen e lumit shkumbi në Facebook, më pëlqen shumë se kur jam nga Folea, kur i hedhim ato video denoncuese, asnjëherë nuk të ngec interneti dhe uploadojnë shumë mirë në internet. Se në eksperienca të tjera të ngecë, imagjino kur e ke bërë atë voice over dhe shumë gjëra të tjera të prishet e gjithë ajo puna që ke bërë, vetëm për shkak të internetit. Por çudi sepse megjithëse jemi shumë në komunitet, asnjëherë nuk na
ndërpritet interneti, megjithëse e përdorin shumë veta. Normalisht kjo është një nga ato gjërat e shumta që Foleja ofron, që është pjesa e sigurisë dhe qetësisë mendore nga kjo anë. Mos që Luiza dhe mikrofonin. S'ka problem, janë gjëra që ndodhin, por nuk na pengojnë që të shprehim mendimet tona të qarta. A keni pasur, ose nuk dua të bëj pyetjen a keni pasur, po cila ka qenë në fakt sfida juaj më e madhe, qoftë me veten tuaj apo qoftë në jetën tuaj? Leon? Sfidat nuk mbarojnë, këtë ditë them unë. Por sfida më e madhe për sa i përket jetesës apo studimeve? Çfarë do lloj gjëje që ti kur kujton apo kur mendon fjalën sfidë, kujton shumë gjëra, ose çfarë të vjen aty natyrshëm në mendje për ta shprehur? Përshtatja do thoja unë që nuk mendoja se do ta kisha për sa i përket jetesës vetëm. Nuk mendoja se do ta kisha këtë përshtatje që kam tani, këto komoditet që kam tani, mendoja se do të mërzitesha, nuk do t'ja kaloja mirë, por ja që ndodhi komplet e kundërta, madje arritëm aq sa erdhëm dhe deri në podcast. Kjo do thoja unë që është një nga sfidat që mua më vjen ndërmend, teksa pastaj përsëri përket studimit edhe punëve vullnetare që bëjmë edhe kështu me radhë, ka gjithmonë sfida. Kërcënimet jo deri në atë farë grade në fakt që Arlisi përmendi, pasi ndoshta ne jemi edhe pak më të vegjël dhe nuk ekspozohemi ndaj tyre. S'ka lidhje mosha në atë gjë, por gjithsesi këta janë gjëra që duan dikë më shumë që ti naturoj ose të di ti përgjigj. Patjetër. Mendoj që mosha që përmendi Leoni ka të bëjë më shumë me eksperiencën në jetë, se sa me moshën si vlerë apo si numër. Normalisht duke pasur një moshë jo si më të madhe, po disa vite jetë më shumë, ti ke kaluar disa eksperienca dhe ke pasur mundësi në jetë për të kaluar disa sfida më tepër. Cilat kanë qenë për ty, Arlis? Jo, ta mbaroj Leon. Unë kam qenë brezi fundi që kam qenë shkencore shoqërore, domethënë ndaheshim dhe gjithmonë thoshin prindërit që shko te shkencore sepse te shoqërorit janë ata që pinë drogë, nuk mësojnë, nuk bëjnë kështu. Ka pasur edhe nga këto raste. Po, dhe unë që gjithmonë më pëlqente gazetaria dhe bëra inxhinierin gjeoinformatike dhe masën dhe këto, dhe domethënë kam punuar shumë pak si inxhinier në kuptimin e të aluizmit dhe në institucione të tjera, dhe pastaj gjithmonë është gazetaria ajo që jam paguar, dhe të bëja dhe një universitet të dytë ishte domethënë sfidë e madhe, dhe përgjithësisi ja dola dhe jam krenar për këtu ku jam. Një sfidë tjetër, nëse mund ta quaj, është edhe që së fundmi një prej familjarëve tim ka një sëmundje që ai është i fortë të ta kaloj, por që është rëndësia që duhet ti duam personat që kemi afër dhe të kaloj më shumë kohë me ta dhe të jemi më njerëzor para se të jetë shumë vonë për t'ia kuptuar vlerën ose gjëra që pendohemi. Ndonjëherë këto janë sfidat më të mëdha, jo ndonjëherë, po gjithmonë këto janë sfidat më të mëdha në jetë, që uroj që askush prej nesh, por edhe ata që na dëgjojnë patjetër, mos ti provojnë në jetë. Gjithashtu edhe tek nisma që un kam, ne punojmë shumë me gjimnazet dhe kur ata bëjnë denoncime ose kur raportojnë, kur bëjnë ato pastrime vullnetare, do doja shumë që më të rriturit, më të mëdhenj ti shikonin si bashkëpunues, si njerëz, si të rinj, po, që duan ta përmirësojnë komunitetin dhe jo si dikush që ti fiki një derë ose edhe kur i thon jo, ti thon ato gjërat në mënyrën e mirë, ose ka 1 milion arsye për të thënë po dhe 1 milion arsye për të thënë jo. Në rast se do ta ndihmosh dikë ose t'i japësh një hovë ose një shtyllë të rinjve, duhet mendosh gjithmonë për po. Hej çuna, ku e shikoni ju veten pas 5 vitesh? Unë dua ta shoh si ministër mjedisi. Ta uroj me gjithë shpirt. E manifestoj. Dhe dua të jem model që akoma të jetoj në Fole, të marr atë bicikletën time, të përdor mjetet e transportit, dhe dua shumë që të ketë edhe një tren ose një metro, sepse shqiptarët për këtë gjë vuajnë, është shumë informal transporti, por që dua që ta sjell këtë, pse jo, e synoj. Çfarë ka më shumë se mua ata që janë atje? Ndofta s'kan jetuar në Fole, po. Për ty, Leon? Pas 5 vitesh përkon që do të mbaroj shkollën. Kështu që e shikoj veten stomatolog. A e mbaron stomatologjin për 5 vite? Po, 5 vite stomatologjia. E shoh veten një profesionist të mirë formuar, njëri aktiv pa diskutim,
nuk ka spreh poste politike për momentin, ndoshta më vonë. Dhe mos i jepni mbetjet spitalore ose të dentistëve në kështu. Patjetër. Monitorojmë Patjetër, do na monitorojmë. Patjetër. Por kjo është pra të shikosh vendet mirë formuar, kjo është një synim im për 50 vjet. Shumë suksesa. Shumë faleminderit. Suksese çuna. Nëse jeni tani dhe keni përballë një gjimnazist ose një maturant, çfarë do t'i thonit lidhur me pjesën e jetës studentore, kryesisht me këta studentët që vinë nga rrethet apo nga qytetet më të vogla dhe nisen drejt Tiranës. Ne jetojmë vetë këtë përditshmëri, edhe kush më mirë se sa vetë ne mund të japim një këshill apo mund të japim një sugjerim, qoftë lidhur me pjesën e arredimi do thoja, nuk e di pse, me pjesën e jetesës, ku do jetojnë, apo gjithmonë lidhur me eksperiencën tuaj personale, sepse ky është edhe qëllimi që ne nga vetë eksperjenca, nga vetë jeta jonë të nxjerrim këto mesazhe, sepse çdo eksperiencë dhe ne jemi të gjithë aq sa të ngjashëm, aq sa dhe të ndryshëm, dhe kemi eksperjenca aq sa të ngjashme, aq sa edhe të ndryshme që na lidhin të japin mesazhe të veçanta nga njëri tjetri. Mendimi im do të ishte që t'i marrin gjërat me nge, thot populli, pra të mos nxiton, të mos mos investohen në diçka shumë shpejt, por të jenë skeptik, të shikojnë gjërat me kujdes dhe të kërkojnë këshilla. Kjo është më e rëndësishme, të kërkojnë këshilla nga njerëz që i besojnë, nga njerëz të suksesshëm, nga miq, nga shok, por edhe nga prindrit. Kjo është një etapë kyçe që kalohet dhe është e mira që ta kalosh në mënyrë sa më të sigurt, në mënyrë sa më të paj dhe një tranzicion i lehtë, pra nga jetesa në një qytet, do të thojë pak më të vogël, qoftë qyteti im, një qytet pak më i vogël, ku shoqëria dhe njerëzit njihen më shumë me njëri tjetrin, në një qytet më të madh ku nuk njihet çdo kënd, nuk mund të bësh lidhjet për çdo. Mirë po, janë këto hapat ngadalë dhe të sigurt që bën atë kompletimin e jetesës tënde tashmë të re, por të bukur që të pret përpara. Pa kaluar te Arlisi, ndjes Arlis, Leon, duke qenë se ti je student, mendon që pjesa e komunitetit të rezidencës që ti jeton a ka ndikuar në thjeshtësinë, në kuptimin qoftë edhe në ato pagesat e faturave, se ndonjëherë unë e harroj faktin që po të jetoja në një apartament më vete, duhet të përballesha me shumë gjëra që tani thjesht e kam stakuar mendje dhe i kam harruar, domethënë nga fakti që nuk po i përjetoj çdo muaj. Ke kam një pikë kyçe, Paula, sepse ndonjëherë në bisedë me shok apo me miq që nuk jetojnë në rezident, tregojnë që prita shumë rradh për të paguar dritat, për të paguar ujin, dhe unë ndonjëherë them bie ndërmend në ato moment që prit se do paguar dritat dhe ujin, dhe kjo është një nga facilitetet më të mira. Përveç kësaj, do të përmendje shumë edhe pjesën e mencës, sepse janë ato gatimet e shtëpisë, fakt, dhe buzëqeshja e atyre zonave që na presin gjithmonë. Arlisi e përmendi. E përmendi Arlisi pak më përpara, cilët me të vërtetë na bëjnë ndonjëherë ndjehemi sikur se kemi lënë fare shtëpinë. Edhe janë këto gjëra, pra janë këto facilitete që sa duken aq të thjeshta, por në të vërtetë bën shumë diferencë. Arlis, për ty mesazhi për të rinjt apo gjimnazistët që po na ndjekin? Po. Edhe unë jam student mase shkencor në vitin e dytë. Edhe doja që ta përmendja këtë. Profesorist. Çdo ditë jemi student, fakt. Mesazhi që do ishte për ata student, për maturantët dhe të nxënësit, sidomos kur tranzitojnë, domethënë nga qytete më të vogla në më të mëdha si Tirana, kryeqyteti, do ishte që be nice with each other, jeni të këndshëm, diçka që nuk e kuptoni ose që është ndryshe, përafrojuni me respekt. Dhe të gjithë jeni, domethënë këtë mozaikun e madh të rinjve, jeni enough, jeni mjaftueshëm. Besoni pasioneve tuaja. Më vjen realisht shumë mirë. Çfarë do të thotë për ju të jesh i suksesshëm? Të jesh i suksesshëm për mua është që në një rast një emergjencë mjekësore ose familjare të kesh mundësi që të kesh kursyer disa para mënjan, që mos kesh ato strese, të kesh mundësinë që të paguash kostet e foles, të kesh hequr atë buxhetin mënjan dhe
Ti je i lumtur të bësh gjërat që do, që janë etike jetësore. Për mua në fakt jesh i suksesshëm, unë nuk e kap shumë nga ana financiare, ndoshta edhe pse nuk jam aq i rritur dhe nuk i mbuloj vetë të pjesë, por për mua suksesi është krenaria që shikoj në sytë e prindërve të mi, teksa arritëm çdo ditë dhe gjë e cila luftoj çdo ditë për të arritur akoma dhe më shumë atë krenari që ato kanë. Bravo. Gjithashtu në momente që ndihem vetëm, nga njerëzit që më rrethojnë, shoqëria, të afërmit, të dashurit e mi, ato janë momentet të cilët me të vërtet më bëjnë krenar dhe them sa mirë që ke punuar për këtë ditë, i qenë i sjellshëm, ke ditur të krijosh shoqëri, aq sa në asnjë moment nuk e ndjen vetëm dhe diku të trokasësh për probleme apo për vështirësi që njeriu ka, pasi fundja ditës njeriu ka nevojë të jetë i shoqëruar gjithmonë. Po për ty Paula? Çfarë do të thotë Suksesi. të jeme suksesshme? Realisht kur Leoni po përmendte pjesën e familjes, unë familjen e kam vërtet shumë pikë të dobët, duke qenë se jetojmë të shpërndar, mund të them, prindrit i kam në Vlorë, unë vetë jetoj në Tiranë, vllai jeton në jashtë Shqipërisë, edhe të jeme suksesshme ndonjëherë është kur shoh atë buzëqeshjen tek sytë e familjes time. Do me thënë ndonjëherë nuk kam nevojë fare për fjalë nga prindrit e mi, thjesht ajo buzëqeshja dhe them bravo Paula. Do me thënë ti po bën prindrit e tu të lumtur dhe nuk ka krenari dhe sukses më të madh se sa të shohësh ata që të kanë rritur me mundim, ti shohësh të lumtur. Kjo është për sa i përket vërtet suksesit që unë mendoj në pamje të parë. Pastaj nëse do mendoja në një fush, mund të them, apo diçka në një rrugë pak më tjetër, suksesi im personal në mendjen time që unë realisht e mendoj ka të bëjë me të ndjekurit gjërat që unë dua dhe të mos humburit veten time. Mund të përballem me shumë gjëra në jetë, të ndryshme, por asnjëherë pa dal nga Paula që ndihet e lumtur. Në moment që unë nuk harroj qëllimet e mia, dëshirat e mia, ëndrrën time dhe nuk dal nga ajo korniza ime se si familja ime më ka destinuar apo më ka mësuar që të jam njeriu realisht më i suksesshëm në botë. Nuk mendoj që suksesin e lidh me paran, sepse paraja është pjesë e jetës, edhe duam apo nuk duam ne, do punojmë patjetër që të marrim ato të ardhurat dhe çdo njeri do e ketë atë suksesin e vet për sa i përket pjesës ekonomike. Aq sa më shumë ti fokusohesh edhe investon tek pjesa e ekonomisë, aq më shumë ti do marrësh, sa më shumë investon, aq më i suksesshëm do jesh. Kjo është për sa i përket pjesës. Paula ke thënë në mënyrë perfekte, nuk lëvizin presjen. Një pjesë e profesionistëve fatkeqësisht vendosin të largohen nga Shqipëria. Po unë jam ajo pjesë që jam këtu, që bëj shumë punë për të mbështetur dhe veten time, por dhe prindërit e mi me ato pensionet simbolike. Që kur flas për paran, do thotë më shumë që të mbështesësh të tjerët, jo vetëm tënde, që e harrojmë ndonjëherë. E vërtet. Ti Arlis ke jetuar jashtë apo jo? Po, kam jetuar. Edhe më vjen shumë mirë që je kthyer në Shqipëri. Unë jam tim ktheuni në Shqipëri, duke qenë se edhe vet kam jetuar jashtë së Shqipërisë. Përpara se të kalojmë tek mbyllja e podcastit, 3 arsye pse fole. Pa e nisur. Komoditeti, komuniteti i këndshëm, kryesorja, dhe pa diskutim facilitetet që ofron. Flasim pak më shumë për pjesën kur thua komoditet. Cila është ajo gjë më konkrete që të vinë në mendje, sepse themi facilitetet, po përfshihen shumë facilitete. Themi komoditetin, por dikush e merr komoditetin si thjesht një krevat i rehatshëm. Jam thjesht të rehat. Çfarë të bën ty të mendosh kur thua komoditeti? Ndërthurja e të gjithë shërbimeve që ofrohen, pra është recepsioni, është qoftë për një detaj diçka të vogël që të prishet, vjen tekniku dhe rregullon, pa me një raportim thjesht në recepcion, është pjesa e sigurisë, është pjesa e ndërthurjes së mirë. Bravo qoftë arkitektit që i ka ideuar në të gjitha se si do të vi, pra gjithë jetesa e folit.
Janë këto gjëra që e bëjnë jetesën komode. Kjo është termi im për komoditetin. Arlis? Unë do të thoja diversiteti, që sheh shumë komësi të ndryshme, profesione të ndryshme dhe histori të ndryshme. E dyta ishte komuniteti, që po ta imagjinoj folen si formë katrori, brenda ti katrori ke marketin, ke gjithçka që pa dashur të dalësh jashtë ose të shkosh në Tiranë, të jashtë, si ta them, të lodhesh për ushqimin. Dhe e treta është që më pëlqen shumë dhe transporti, që është i jepet si mundësi dhe është i përfshirë në paketë. Më vjen mirë. Për të gjithë ju që po na ndiqni përtej atyre kamerave, dua të ndaj diçka shumë interesante dhe informuese, sidomos për ju që jeni profesionistë lirë, të cilat lidhen me paketat që Rezidenca Fole ofron për juve. Ajo përfshin energjinë edhe ujin sigurisht, transportin, internet, administrim të rezidencës falas me recepcion të përkushtuar 24/7, palestër, një post parkimi të dedikuar, 4 shërbime lavanderie në muaj, 4 pastrime apartamenti në muaj, sigurisht minus 10% ulje në bar restorantin aty, akses në ambientin lounge të Elite Lounge, gjithashtu kemi sallën e studimit dhe bibliotekën të cilat janë falas. Gjithashtu shtroja dhe aksesor të dhomës së gjumit, si dhe akses nga parkimi përmes Face ID-s për një eksperiencë të plot profesioniste. Kemi arritur në fund, dua realisht t'ju falenderoj dhe ta përfundojmë këtë bisedë, doja që të zgjaste me orë, por besoj do ta zgjasim edhe përtej kamerave për të folur për ambientet, për jetën në këtë qytet, për iniciativat që ju ndiqni, sepse realisht jam shumë krenare që ndava këto biseda që nuk i dëgjoj shpesh, është realiteti, nuk i dëgjoj shpesh nga të rinj. Faleminderit edhe ju që na ndoqët përtej atyre kamerave, realisht jam shumë minjose dhe falenderuese për të gjithë këtë bisedë dhe për të gjithë mundësinë që na është dhënë për të shprehur mendimet tona realisht. Mos harroni të klikoni një subscribe në kanalin tonë në YouTube, në Inside Fole, për të ndjekur episodet e rastshme, të cilat sa vin janë edhe më dinamike, të ndryshme, ajsa edhe të ngjashme. Faleminderit shumë, deri atëherë shihemi në episodin e radhës. Ciao! Paqim.